Qeveria shqiptare e ka shpallur Iranin sponsor shtetëror të terrorizmit. Abdul Haqimi e thyen Edi Ramën në shumë nga paraqitjet e tij. Jo sepse e pëlqen ose nuk e pëlqen, por për të thithur energjinë atyre që nuk e pëlqejnë Edi Ramën në Kosovë dhe Shqipëri. Dërsa ambasadori i qeverisë Roma në Shkup e kalon gjithë ditën duke i përkdhelur islamistët dhe kundërshtarët e shtetit shqiptar të vitit 1912. Mos u çuditni nëse ambasadori i Shqipërisë në Shkup do të këndoj kaside ilahie bashkë me Adem Ramadanin dhe reisin e muslimanëve shoqëror. Abdul Haqimi e di saktësisht se në Irak, qeveria e Saddamit u rrëzua nga Amerika, jo nga Izraeli. Ashtu si që di që Serbia në vitin 1999 u bombardua nga Amerika, jo nga Izraeli. Por, për të treguar besnikrinë e tij dhe aleancës slavo-muslimane si shqipfolës i kombit të Sultan Mahmudit, ai po jep gënjeshtra se Izraeli do të sulmoj Turqinë. Po e vërteta është ndryshe. Turqia ka ambicje territoriale ndaj Izraelit për të pushtuar xhamin Aksa, njëjtë si Shenë Sofin, të cilën Sultan Mehmeti i kishte shndruar nga Kish në xhami, në fenë e paqes së haremeve të Sultan Mahmudit. Asnjëherë nuk mbahet mend, nuk ka pasur ambasador më të dopt, më të lig të Shqipërisë në Shkup se sa ambasadori që është sot për fat keq djali i ish presidentit të Republikës së Shqipërisë, Recep Mejdan.